Sot ka filluar edhe zyrtarisht hapja e rrugës Tetov-Prizren. Kështu së paku bën me dije nga Tirana, kreu i komunës së Tetovës, Bilal Kasami. Ai thotë se si komunë, por edhe si vlen, për këtë rrugë do të vazhdojë me intensitet të njëjtë deri në përfundimin e plot dhe lidhjen me shtetin e Kosovës. Benefitet sipas Kasamit do të jenë të mëdha edhe në aspekt social, por edhe në aspekt ekonomik. Një lajm i madh për Tetovën. Sot ka nisur punimet në terren për segmentin e rrugës Tetov-Prizren që kalon mbi fshatin Shipkovic. Kjo pjesë e korridorit Tetov-Prizren është e rëndësishme sepse me këtë po nisin në terren punimet për realizimin e këtij projekti parë-kombëtar. Besojmë që me projektimin edhe të tunelit, përfundimisht ëndra e shqiptarëve për të lidhur përmes sharit do bëhet realitet. Kryetari i Bashkisë Lokale të Shipkovicës Niazi Kadriu thotë se ky lajm është pritur shumë mirë nga banorët e fshatit dhe se ka qenë një ëndër e kahmoçme për të lidhur me Prizrenin. Ai thotë se me depërtimin e kësaj rruge dukshëm do të ulet ngarkesa brenda Shipkovicës nga ana e banorëve të fshatrave të tjerë të malësisë që frekuentojnë në përditshmëri. Është një popull e thotë një mirat i madh që ne të lidhemi me Kosovën përmes kësaj rruge që kemi pas ëndër. Inshallah ndodh që së shpejti edhe do realizohet. Ne dim se këtë iniciativë ka marrë komuna, udhëheqësit e saj po mundohen ta zgjedhin këtë çështje për problemit të cilin ne kemi bërë disa herë kërkesa. Ne kemi bërë kërkesa edhe me shkrim. Kjo anë i kësaj popullate që me vite të tëra po e presin një nismë të këtij. Është një rrugë e cila një herë luan rolin e asaj qarkores ndërmjet Shipkovicës dhe 5 fshatrave të malësisë. Ne në Shipkovicë thjesht e kemi rrugën e ngushtë, edhe të kalojnë 3 fshatra tjerë, 4 fshatra tjerë në qatë lokalitet ka qenë me të vërtet problematike gjithmonë. Përndryshe kjo rrugë ka qenë një premtim i shumë cikleve zgjedhore nga shumë parti politike. Shteti i Kosovës nga ana tjetër ka avancuar në hapjen e trasesë drejt kufirit me Maqedoninë e Veriut.